Në Ferizaj, klubi teatror ka sjellë në skenjë rikonceptim të guximshëm të tragjedisë klasike të Shakespeare-it, por kësaj radhe pa Romeon. Në qendër të kësaj është një dashuri mes dy Julietave. Ky nuk është një interpretim klasik, është një rikonceptim i guximshëm që sfidon normat, thyen kufi dhe vendos në qendër dashurinë pa etiketa. Julieta e Julieta sfidon atë që njihet si dashuri normale. Julieta e Julieta nuk është vetëm një shfaqje, është një pasqyrë filozofike që flet për të drejtën për të dashuruar siç je, jo siç të thonë të jesh. Me aktorë të rinj nga klubi teatror në Ferizaj dhe nën përkujdesjen e dy mentorëve me përvojë, kjo shfaqje shndërrohet në një eksperiencë forum teatër. Forum teatri nuk kërkon spektator të heshtur, por zëra aktiv. Ky format u jep mundësinë shikuesve të ndërhyjnë në skenë, të propozojnë zgjidhje dhe të reflektojnë bashkë me aktorët për temat që prekin të gjithë. Unë jam Dora Gjemali, jam aktore me profesion dhe mentore e kësaj shfaqje që sapo e patë. Çfarë ka qenë konteksti i kësaj shfaqje? A mundesh më na tregu pak më shumë për ta? Po, fillimisht na kemi dashur si trajnera me bo Romeo dhe Julieta, po me dëshirën e nxënësave këta kanë dashur me ndru temën edhe me fol për diçka që ju shqetëson pak më shumë. Edhe kam vendosur me bo Julieta dhe Julieta, dy regjisore të cilat nuk bin dakord për me vu në skenë homofobin. Si e sheh këtë temë që e pas ka ndërmarrë edhe nxënësit, si e sheh a është zhvillim, a është e mirë? Është zhvillim sigurisht, vetë iniciativa e tyre kallëzon që si rini janë shumë të guximshëm edhe nuk e kanë problem as homofobin, as kur gjohesh nuk i pengon definitivisht rinin tonë sot, edhe më pëlqen shumë që janë kallëzu tepër të guximshëm edhe realisht i kanë qelë do diapazone pak më ndryshe se kohën temperin akon. Kjo pjesa e fundit e shfaqjes, forum teatri, çfarë rëndësie ka kjo me një shfaqje si kjo? Ka rëndësi jashtëzakonisht madhe. Tena fatkeqësisht nuk bëhen shumë forum teatr, edhe për menimin tim është gabim. Debatet janë tepër të rëndësishme në një shoqëni që na jetojmë, sepse secili ka mendimin e vet, por realisht mendimi ndryshohet. Edhe kur nuk e din ka e rretelen edhe qysh dikush mundet me ndryshu mendimin bashkë për qatë sen që nështë ka mendu që s'ka me ndryshu kur. Kështu që janë shumë të rëndësishme për mendimin tim forum teatri. Si mentore, si ka qenë puna? Shumë vështirë për mu. Për mu është hera parë, unë para, nëse nuk gabojnë 2015 ose 2014, vetë jam kanë pjesë e forum teatrit, edhe tash më karon me kanë trajnere. Shumë e vështirë, po shumë kënaqësi me punu me rinin tonë, sidomos me shkollën e muzikës, ka qenë pak më e lehtë se me shkolla tjera, po ka qenë shumë sfiduese për mu. Po definitivist tepër kujtimi mirë. Në pjesë sfiduesa ka pas për shkak të temës e cila është trajtuar në shfaqje, a keni has ndaj fjalë? Jo. As pak. Edhe mu më kanë habit sa mendje hapur janë edhe definitivisht ta kanë insistu me patjetër me u bo kjo temë. E gjithë kjo ngjarje është pjesë e një iniciative të Artpolis, në bashkëpunim me Shkollën e Arteve Cesk Zadea dhe Teatrin Adriana, me mbështetje nga organizata Frieda dhe Ministria e Kulturës. Përshëndetje, unë jam Djela Abdullahu apo Julieta ose Romeo. Përshëndetje, unë jam Enea Reka, për ndryshe në rol shfaqjes e kam Gjemilja. Qa keni me majtë men për kësaj shfaqje? Qa ka qenë pjesa më e rëndësishme? Para që më ka nik pa pagu, pa pet sa pet të dëfke më këthy në rol hotër mishtërive, apiden, një boj zmet, pa pet të nëzera dishish. Më falë, s'ti këm pagu as njëherë. Mu valojmë shtenën me zërë me lujtë rollen, pa do është heq, pa e pos njetë. Pse edhe Romeo dhe Juliet? Po njëherë vish kështu i një mu, edhe kështu si Romeo, ta një ardha jo regjisurja për një mem shtini me lujtë Julietën. Që kur që ata artista mo, që s'kam konkurencet në gjep, si është lomën kove.
Unë desha me thonë që shfaqja Julieta dhe Julieta në fund ka dollë shumë mirë. Jom Arliza Ajlozi, kom 18 vjetë dhe jom në shkollën e muzikës. Orgesa Jakupaj, 18 vjetë në shkollën e muzikës. Cilat role e keni pasur në këtë shfaqje? Unë jom konë regjisorja cila u konë shumë mendje hapun edhe ka desh me bëni ndryshim të teatrin përgjithësi me sjellë Julieta dhe Julieta, se Romeo ju ka duk diçka që është bërë shumë herë dhe ka desh me ndryshu pak. Unë jam kanë ajo regjisorja konservatore, ma klasike, që s'ka pas qef medalja është tematika të teatrit, edhe për që ta, do me thonë, jam kanë shumë kodër Julietës edhe Julietës. Si e shihni këtë temë? Çfarë rëndësie ka me u shfaq këto tema në teatr sipas jush? Unë mendoj që këtë temë duhet më diskutu ekstrem shumë, sidomos të gjenerata jonë, se ka shumë tri që hala e zonjë se diçka që nuk bën me ndodh, nuk bën me po është diçka shumë normale, se cili ka drejt me jetu jetën e vetë, që ashtu që shka qef, me kënd ka qef, edhe besoj që do të më mësu një herë për gjithmonë që se cili ka drejtat e veta pa marrë parasysh gjithë shkoje. Pajtona dhone me kolegën tem, do me thonë që do të me vedisu, mu sensibilizu me njerës që janë i përkasin këti komuniteti, edhe do me thonë me i marë pak ma pozitivisht. Çfarë reagimesh keni marrë për këtë shfaqje? A ka pas në reagim apo negativ, apo kanë gjitha pozitive edhe është prit mirë? Po me sa po më tash gjithë shka ke pozitive, kështu që edhe na jena shumë plumëtër, s'ka pos çka me marrë për negativitet. Publiku e prite te për mirë shfaqjen edhe na jena shumë plumëtër. Përgjithësi kena kalu ekstrem shumë mirë dhe kena me kujtu se eksperiencë shumë gjatë, se na përgjithësi na njoft me njëri tjetrin, po jena njoftu edhe me do aktor, me do mentor ekstrem shumë të mirë që na kanë bërë dhe neve shumë mirë për karrierën tonë, besoj të ardhmen na ka shërby shumë për të mirë kësa. Ne, do me thonë, kena punu me disa mentorë që janë jashtëzakonshëm, kena përjetu shumë gjanat mira, edhe nuk e kena pas ku me ditë së shtirë, të e marë parasysh faktin që paka shumë tekstin e kena bo edhe vetë. Shfaqës, po. Qa ki ti të keqe me Julieta dhe Julieta? Jetu folë shumë pa lidhja. Po qa ku të keqe ti, vëç një homofob të qështë? Ti e lesbike. Pse, më falë, qa ku të keqe dhe nëse jam? Oh my god, edhe pe promovana. Po qa ku të keqe këtë shumë promovon të sene? Që të so njerë një tonë, e t'lutna. Me ty nuk diskutoj ma. Që të so? Tëngë. Unë jam Berat Bajrami, jam koordinatori projekteve në Art Police. Për neve si organizatë është jashtëzakonisht e rëndësishme me trajtu tema sociale, edhe jemi shumë të lumtur kur të rritë japin maksimumin të dhe janë të hapun për me trajtu tema të tilla si shfaqja Julieta dhe Julieta, për shkak se dihet që te ne është një shoqëni patriarkale edhe temat e tilla gjithherë hasin në vështirësi, por se jemi shumë të lumtur kur edhe publiku e pranon edhe është i gatshëm me diskutu temat të ndryshme pavarësisht çështjes se sa e vështirë mund të jetë. Prandaj për neve si Art Police, përveç që provojmë me eduku të rinj përmes trajnimit edukimi bazuar në teatr, është jashtëzakonisht e rëndësishme që me përfshi edhe audiencën në diskutimet me personazhet edhe rreth temave të ndryshme që i bojnë. Po pra, kjo pjesë që përmendet tash forum teatri, çfarë rëndësie e ka kjo? Për Art Policin është shumë e rëndësishme për shkak se është aktivitet thelbësor i organizatës qysh prej themelimit prej vitit 2004, edhe është një hapësirë për me arrit një grup ma të gjerë të njerëzve, përveç personazheve dhe aktorëve të rinj që përfshihen në trajnim direkt. Është shumë e rëndësishme që me pas diskutime ma të gjera dhe me publikun, që në një farë lloj forme edhe publiku bëhet pjesë e shfaqjes, edhe forum teatri gjithherë është po aq i rëndësishëm sa edhe vetë shfaqja. A pritet diçka tjetër e re prej Art Policit, për shembull Romeos edhe Romeo, ose ndonjë temë tjetër që i inkuadron këto tema, në shfaqje tjetër që inkuadron këto tema? Po, ne punojmë në vazhdimsi edhe tash vese kemë me 24 prill e kena një shfaqje tjetër në Pej, me klubin teatror në Pej. Është po ashtu Shakespeare, është ëndra një natë e vere. Edhe ajo është një temë sociale e ngjashme. Kurse prej Art Polici sigurisht tashmë në muajin qershor e sjellim festivalin Femart që trajton tema të ngjashme po në një dimension krejtësisht tjetër me artist apo aktivist vendor dhe ndërkombëtar që sjellin veprat e tyre dhe nxisin diskutim shoqëror.
Julieta është më shumë se një shfaqje, është një ftesë për mendim kritik, për pranueshmëri dhe për ndryshim.